بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Gjitha falënderimet, gjitha lëndatat i qofshin drejt vetëm Allahut xhel xhelaluhu. Salavatet tona, selamet tona, të gjithë ja dërgojmë atë dashurin tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe për të gjithë ata besimtarë të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. O vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, o gjendëruar, haqilirë, ky muaj i bereqetit, muaj i Ramazanit, muaj i Kur'anit, Allahu ka bollë këtë lexim Kur'anit, këtë bukabeli që ka bëni, që ka mundohemi me lexu të gjithë Kur'anin, po rendje lype dhe ka pak me kuptuar që ka po lexoj. Normal, ata që nuk din gjuhën arabe, e kanë vështirë, po preferohet më kthy me përkthime të Kuranit, me komente të shkurta të Kuranit, që sot i kemi pranuarve tona, preferohet më kthy të përkthimi i hoxhallarëve, dietarëve tanë, profesorëve tanë, profesor Mygjerizit Hasan Nahit, rahmeti Pashmirti, profesor doktor Fethi Mehdiut, dietarit Mygjerizit Haxhi Sherif Ahmedit, rahmeti Pashmirti. Jenë tani krejt i kemi gati në përduar tona në për telefona. Sot po du mi përmend vetëm ja 3 ajete, apo 2 ajete si mbas kohës, nuk do t'ja zgjati inshallah, se si me mendue, me meditue Kur'anin. Jo vetëm me lexim, po thjesht apo normal, po du me kuptu Kur'anin, du me lexuar përkthimin, pse ka thënë Allahu kështu, e pse ky ajet ka ardhur në këtë format kështu. Për shembull, të gjithë e din Hazreti Salihi radiallahu anhu alayhi salam është dërguar te fisi Thamud. E treguam dje par dje në prezantim ka i vjen fisi Thamud, ka pjesa kufire Jordani, 800 km larg Medinës. Dhe kur e dërgoi Allahu xhaleshanuhu Hazreti Salihi nga ai popull të fisit Thamud, wa ila Thamud akhahum Saliha, e ka dërguar të fisit Thamud vllaun e tyre, Salihi. E pse ka thënë vllau i tyre, kanë thënë dietarët, Hazreti Salihi pejgamber musliman, a fisi populli i tij, fisi i tij musliman, e qysh me lidhash e dërguam Salihin, po vllaun e tyre të Thamudit, e dërguam wa ila Adin akhahum Huda, te fisi Ad e dërguam Hazreti Hudin, Kur'anit po i thot vlla. Ata jo besimtar, e po i thot pejgamberit Hud alayhis salam, e dërguan vllaun e tyre. E qysh bën kjo populli jo besimtar, fisi jo besimtar, jo musliman, e Hazreti Hudi mu bo vllai i tyre, fisi Thamud, kabilja Thamudit, qysh Hazreti Salihi vllau i tyre, Kur'ani pi thot vlla. Atëherë këtu kanë thot dietarët, komentatorët e Kur'anit, vllau i tyre në humanizëm, në njerëzi, fil insanije, wa ila Thamud akhahum, hey akhahum fil insanije. Jo besimtar, edhe nëse e jo besimtar, po ata i kemi në vllazër në humanizëm, në njerëzi. Edhe ata pikëllohen, edhe ata gëzohen, edhe ata lindin, edhe ata vdesin, edhe ata sëmurën, edhe ata i godet që kanë godet neve. Prandaj, këtu Kur'ani tregon që nëse na kemi mos pajtim në besim,
besimi i tyre tjetër, besimi jonë tjetër, po kjo nuk do të thotë që na të sillemi brutalisht dhe në mënyrë agresive me të tjerët. Duhet gjithmonë ta konsiderojmë këtë ajet kuranor dhe këtë fjalë kuranore. Allah i thotë: e dërguam te fisit Thamud vllaun e tyre Salihun, e dërguam te fisi Ad vllaun e tyre po Hudin. E prandaj çfarë lloj vllazëria është kjo? Kjo vllazëria në humanizëm, në njerëzi. E kjo na shtyn neve që të afrohemi më tepër, ta respektojmë njëri tjetrin më tepër, po dhe ta çojmë një jetë normale, të njihemi me njëri tjetrin, po duke i respektuar ato besimet tona private që i kemi, pa i të i kaluar ato vijat e kuqe të privatësisë dhe jetës sonë private. E kjo është një metodë, një teknikë, qysh me i zbulu këto sekretet kuranore, po nalun të çdo fjala Kur'anit. Lexoje ajetin një herë, dy herë, dietarët e mëdhaj thojnë, komentatorët e Kur'anit, kur ta lexon ajetin një herë, nuk e merr vesh mirë për kthimin. Kur ta lexon dy herë, fillon truni dal ngadal mu hap, mu zgjeruar. Kur ta lexon 3 herë, ala dalin lindjen sekrete dhe refleksione të reja. Si është kjo mesele, kanë thonë? Kjo kanë thonë është njëjtë si kurse hurmën, që po bëjmë iftar tani në Ramazan. Me po me hangran hurmën për sfarër, vetëm me fut në gojë, nuk e shkojmë ëmbëlsirën e hurmës. Po kur të fillojmë me përtyp, 1 herë, 2 herë, 3 herë, hurma e çon ëmbëlsirën e saj dhe e ndim shijen e hurmës, se qenë ka e ëmbël e fruti më i mirë, më i bekuar. Kështu është edhe puna me Kur'anin. Me njëherë nuk t'i jep Allahu xhaleshanuhu sekretet e Kur'anit. Me njëherë nuk t'i jep gjitha ato fshefësit kuranore. Duhet dhe Kur'ani e lyp, po me pas sinqeritetin tonë. A ki për një me, apo e ki e vetëm sa për sy e paqe? A ki për një me që dëshiron me mësu Kur'anin, me kuptu Kur'anin, apo vetëm e ki e sa vetëm kalon koha pak? Këtu jenë dy dallime, dhe me thënë, duhet me matë mirë vetën, ku je. E kur ti bëhesh gati shpirtërisht, o Allah, zbulon një mu fshepsinat e Kur'anit, kuptimin a jetëve kuranore, Allah xhaleshanuhu kam i zbulu sekretet e Kur'anit. Kjo teknika numër 2, metoda numër 2, se si me i zbulu këto sekretet. Nijeti, qëllimi i mirë, nijeti i mirë. Po, prandaj edhe leximin e Kur'anit kur e bëjmë, është leximi i ibadet, el muta'abbedu bi tilawatihi, el mu'jizu bi suratin minhu. Këta janë sifatet e Kur'anit, tilaveti i Kur'anit, leximi që ka bëjmë mukabelet, kjo është ibadet, si kurse namaz me falë. Po dhe kur dëshirojmë me interpretua, me komentua, edhe ajo është ibadet, e duhet sinceriteti. Si ta kemi sinceritetin në zemër, e kemi për Allah, atër Kur'ani fillon me reflektua, fillon me i dhonë dritë zemrës, e qumës, e sjelljes e gjitha. Ajeti apo sekreti numër 3, çka duhet na gjatë leximit Kur'anit, se si me meditua Kur'anin. Po kthehemi te Hazreti Salihi. Ja u dërgoi Allahu xhaleshanuhu devën e tyre si mucizat, por po i besojnë. Ja u dërgoi një deve. Hadi naqatu laha shirbun lakum shirbun wa laha shirbu yawmin ma'lum. Ose prekni këtë deve. Një ditë ka me shku ajo me pite kroni aty, ditëve tjera ju shkoni me rdi ujë. Edhe i testoj Hazreti Salihi popullin e tij. Po çka bërën ata? Ishin shumë kryeqë, shumë mendjemllaj, shumë zullumqar, fa'aqaruha, fadamdama alehim rabbuhum bi dhanbihim, po të gjithë do thotë heshtën dhe u qunë njëni prej tyre devën e mbyti. Qa ka mbyt devën, këtë komentatorët e Koranit dhe një njeri. Po Kurani ka thonë e mbytën devën.
Shumësin e ka përdor, shumësin. Fa'aqaruha. Nuk tha fa'aqaraha, po fa'aqaruha. Si është kjo mesele e mbytën devën? Aty një njeri e mbyti. Pse të thot Kurani të gjithë morën hisën në mbytjen e devës? Kanë thot dietarë, pse të tjerët kanë hesht i zullumit. E kanë bërë zullumqarin që po don me mbyt devën, me bë këtë gjuna, edhe nuk e kanë dalë ato prej dorën, ndalën se nuk bën, se përndryshe të lini i Zotit, po na vjen gjithve. E kanë thonë dietarët, komentatorët e Kur'anit, nëse dikush e bën të keq dhe të tjerët e kçyrin, nuk reagojnë, ata janë hisetarë, pjesëmarrës në krim, pjesëmarrës në gjuna. Edhe kjo është teknikë e mirë, edhe një teknikë shumë interesante, pse Kur'ani ka përdorur e mbytën, një njeri e ka mbyt, pse të tjerët kanë hesht, edhe Allah i ka shtit të gjithë në krim, i ka shtit të gjithë në gjuna. E prandaj o vëllezër, kur ta shohim një të keqe, po duhet me reagua, jo me hesht. Të gjithë me reagua. Beni Israel, populli Musës, ma herët e kanë pas këtë cilësi të keqe. Po, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Sa herë që kanë botë këqia populli tyre, ata kanë hesht. Jo, so puna jame. Jo, që ka më intereson. Me të këshyri rahatin time. E kjo i ka bo ata që Allah t'i dënoj dhe t'i mallkoj se kanë hesht. Prandaj, me ndalut keqe, nëse dikush është i zhytur në keqe, është obligim kolektiv, obligim i xhamatit. Pse? Për ndryshe edhe na bëhemi hisetar, edhe na bëhemi po gjunaqar për heshtjen tonë. Peshojmë krimin edhe po heshtin. Edhe kështu sot punojnë ligjet. Në stadionet, ligjet shtetërore, e ki po krimin edhe ki hesht. Po nuk i informu, nuk i kërku ndihem, edhe ti e hisetar. Këte ishin dy raste, se si me analizu, me meditua Kur'anin, me përfitua. Po dhe rasti tretë, çka folëm të siguria sociale dhe financiare, për nalimit e suratu li ilafi Quraysh. Krejt e dim këtë sura për meqë. Çka thënë dietarët? Çka është mirësia? Çka është mirësia? Thënë mirësia është, po, Allahu Gjeleshanu me ta mundësu ty e një hajë dhe me të larguani një shërë një të keqe. Kjo është dobia, Zoti me ma dhoni të mirë, me ma larguni të keqe. Me logjik çështu është. Nuk ka tjetër filozofi dhe tjetër definicion mirësia. Me pas një dobi, mu moralizu një andër dhe mu morhet një të keqe. E ka thënë Allahu Gjeleshanu tash në suratul Quraysh, li ilafi Quraysh, pse shkatroj ushtrinë e Abrahas, ushtrinë zullumqare me elefanta që erdhi me prish qallën, li ilafi Quraysh, feja'alahum ka asfin ma'kul, i boni ata si kashta, më falni se pak kama më kam pisë për moj ullën e për ullën këtë pësit. I boni si kashta e terror, i boni si ushqimi që ushqehen baktia, ka asfin ma'kul. Pse ka arë kësore li? Kjo lija në gjuhën arabe, la mu ta'lil, pse? Që të sigurohet bizdesi i Qurayshitëve, që i ka shkatru ata zullumqartë mos me hi me shkatru Mekën, pse me kelit kanë shku, verës kanë shku në Damask në Sham, e dimnit kanë shku në Yemen. Li ilafi Quraysh, ilafi më rihlet e shita o dimri, o sajf o vera. Allahu e rujti Mekën, e largoj domin nga Mekëja, po, i largoj zullumqarët nga Mekëja, po, pse më ju siguru atyre jeta e mirë, po, jeta financiare. E pasi që u bon kjo, e largoj Allahu të keqen, e latë birën, çka kërkon kjo tani pyetja? Falyabudu rabba hadha al-bayt. Randjo tani mi i bëj ibadet Allahut, Zotit të qabës, Zotit të kësaj shtëpije, Allahu Gjeleshanuhu, po
edhe me falenderu ato që e largoj zullumçarin e na latë mirat, nuk na shkatru biznesi, nuk na shkatru, po thot jeta mirë financiare. E prandaj falenderoni Allahun, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, i cili Allah është Zoti i kësaj shtëpie, Zoti i jon i gjithëve, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, i ka ushqyer ata nga uria. I ka ushqyer nga uria, wa amanahu min khawf, edhe Allah ka larguar rrezikun, frikën, i ka lënë të sigurt në paqe. E prandaj nëse dëshirojmë paqe, nëse dëshirojmë siguri, duhet ibadeti, falja Allahut dhe falënderimi Allahut. Kështu thonë dietarët dhe komentatorët e Kuranit, kur i lexojmë këta ajetet, se si me përfituar pi Kur'an, me përfituar pi Kur'anit, me meditim, me analiza, me teknika që i përmendin dietarët, mund dalë të çdo fjalë dhe me kuptuar sekretin e çdo fjale. I lutem me Allah xhaleshana me na bë më të mençur, më të dashur, më të kapur për Kur'anin, sepse Kur'ani është një mysafir i shtrenjtë, o vëllazën, wa innahu lekitabun aziz. Një prej sifateve të Kur'anit dhe emrave ka emrin Aziz. A dini çka do të thotë fjala Aziz? Shumë i shtrenjtë. Shumë me vlerë të madhe. Shumë mik i shtrenjtë. Prandaj, ai i cili nuk i bën hizmet Kur'anit, ky mysafirit, ashtu si i ka hije, me njerë Kur'anit del prej zemrës së tij, del prej jetës së tij dhe shikon një shtëpi tjetër, një person tjetër i cili i bën hizmet. E respekton, e dën, e lexon, e punon sipas tij, atë ndalet e zemra e tij. Prandaj edhe na nëse dëshirojmë me jetu me Kur'an, e me vdek me Kur'an, e me fitu shpërblime me Kur'an, duhet Kur'anin më kon gjakun ton, damart e gjakut, trupin ton, trunin ton, po Kur'ani, kuptimi Kur'anit, mësimi Kur'anit, meditimi Kur'anit, me vdek me Kur'an dorë, me abdes më kon gjithmonë, me mësu fëmijëve, nipave tanë, e stërnipave. Pse? Ashtu Allahu xhaleshanu e ka quajtur innahu lekitabun aziz, është i libër aziz, i vlefshëm, i çmuar, i shtrenjtë. Prandaj nëse na nuk ja bëjmë hizmetin si duhet, shkon te dikush tjetër. Allahu na bëhet për atyre që lexojnë Kur'anin, që lexojnë Kur'anin, punojnë sipas Kur'anit dhe vdesin me Kur'an dhe për Kur'an. Velhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha. Ju falenderoj nga zemra. Allah ju shpërblet. Me na bëhet Allah ka vazhdim. Bërë lezimin.